Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti premtimin e tij për të rihapur platformën e komunikimit TikTok nëse fiton zgjedhjet parlamentare. Berisha shfrytzoi një takim të departamentit Brain Gain në Partinë Demokratike për të hequr paralela mes diktaturës komuniste, ndalimit fjalës lirë dhe ndalimit të TikTokut. Vendimi i parë do të jetë hapja e TikTok, sepse duke goditur këtë platformë për qëllime censure, të gjithë duhet ta dinë se çdo diktaturë fillon me censurën. Kur ti nuk e duron atë që duron kundërshtari, atëherë ke një problem me veten. Berisha shpjegoi programin e PD-s për të kthyer të rinjt në Shqipëri, duke nisur nga heqja e taksave për 5 vitet e para për çdo shqiptar që kthehet të investojë në vendin e tij. Ne do të mundësojmë kredi të buta për çdo çift të ri për banesë. E di se çmimet sot janë shumë të larta dhe duket se banesa është mollë ndaluar. Megjithatë, ne do të ofrojmë mundësi reale për ju me mbështetje financiare dhe kredi të buta. Kryetari i Partisë Demokratike premtoi që nëse fiton zgjedhjet e 11 majit, të rinjt do të jenë pjesë e rëndësishme e administratës dhe qeverisjes.